Cara, a mjaftojnë vetëm protestat për të çuar në vend kërkesat tuaja me të drejtë pra sipas opozitës legjitime për një qeveri teknike, për të rrëzuar qeverinë Rama dhe për të ardhur në pushtet, do të mjaftojnë kjo valë protestash dhe besoj që edhe në bisedën tonë të fundit në këtë studio kemi folur për tej prillin. Në dinamik, mendoni se do të vijoj edhe më tej, apo do të shkojmë në ato kanalet e artikulimit që deri në fund prillit mund të kemi këtë valë protestash, pastaj edhe mund të bie intensiteti për shkak se situata e brendshme në kampin demokrat edhe mund të ndryshojë ose pse jo edhe mund të qëndrojë njëjtë. Atëherë duhet parë mbi të gjitha si një gjë komplekse, jo thjesht vetëm çfarë do të bëjë opozita. Tani më ndryshe nga momentet para një viti ose dy, tani kemi reagime të forta në fakt të ndërkombëtare. Mos harroni që me njëherë pas votimit, patë reagimit të fortë të ambasadave kryesore të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe ambasadave britanike, gjermane, holandeze me radhë, dhe ato përçuan fort pikërisht atë çfarë unë thash. Me ekzekutivi, parlamenti dhe gjyqësori janë partner bashkë për Shqipërinë për ta çuar drejt BE-s, por nuk duhen parë kur në presion nga parlamenti këto institucionet përpara. Reagimi i ndërkombëtarëve tregon që Shqipëria do të jetë ndryshe tani më. Pra do të jetë në fokusin e tyre sepse janë shprekur pikërisht një nga kolonat kryesore që na çon drejt Bashkimit Evropian, pikërisht lufta ndaj korrupsionit. Në moment që ne ndalojmë këtë luftë, pra nuk mundet që Bashkimi Evropian të na hap derën. Dhe kjo është goditja më e madhe që do t'i ndodhi Shqipërisë, sepse bëhet fjalë për një vend i cili qartazi po tregon që po largohet nga ato parimet kryesore të BE-s. Kuptohet që ju thatë që në prill neve mund të paksohen. Unë nuk e them, edhe nuk më pranoj sepse lufta politike dhe presioni ndaj majorancës do të vazhdojnë në të gjitha mënyrat, sepse nuk bëhet fjalë vetëm që të dalim në protestë në rrugë, jo, absolutisht, ka dhe mënyra tjera. Ka denoncimet që kanë qenë të panumërta pranë partnerëve tonë ndërkombëtar, janë pikërisht edhe ato pa diskutim dhe presionin tonë politik, edhe në komisionet zgjedhore, edhe në komisionet reformës dhe kudo ku ne do të jemi përballë. Ne nuk i shmangemi përballjes me majorancës, ne do të jemi gjithmonë aty për të thënë të vërtetën. Kuptohet që kjo don dhe me thënë të drejtën dhe një bashkëndimi qytetar. Qytetarët duhet të kuptojnë që kjo luftë që po bën opozita nuk bëhet për karrige. Bëhet mbi gjitha për caktimet forta, që nesër mos të themi pse nuk kemi drejtësi, se në momentin që nuk ka drejtësi, ku është e dukshme në media, ku është e dukshme në parlament, ku është e dukshme tek ndërkombëtarët,